Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u zotua për mbështetjen e palëkundur të tërësisë territoriale të Bosnjës, ndërsa paralajmëroi kundër çdo veprimi që nxit tensione etnike. Sekretari i bëri komentet në Sarajev pas takimit me anëtarët e presidencës trepalçe shumë etnike. Bosnia dhe Hercegovina mund të mbështeten tepër krahja e NATO-s, e cila nuk do të lejojë që paqja e fituar me vështirësi të rrezikohet, tha sekretari Rutte. Çdo veprim që dëmton Daytonin, rendin kushtetues apo institucionet kombëtare është i papranueshëm. Retorika dhe veprimet nxitëse janë të rrezikshme. Ato paraqesin një kërcënim të drejtpërdrejtë për qëndrueshmërinë dhe sigurinë e Bosnjës dhe Hercegovinës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s vizitoi Bosnjën në një periudhë tensionesh, pasi ligjvënësit e entitetit serb miratuan një seri ligjesh që u ndalojnë autoriteteve gjyqësore, qendrore dhe të policisë të veprojnë në territorin e Republikës Serbe. Ligjet kanë nxitur tensione dhe zyrtarët bosnjak u ankuan në gjykatën kushtetuese, e cila i pezulloi përkohësisht ligjet, duke theksuar se zbatimi i tyre ka pasoja serioze dhe të pashmangshme që rrezikon rendin kushtetues ligjor dhe sovranitetin e vendit. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian i dënuan veprimet e serbëve të Bosnjës, duke i cilësuar ato kërcënim për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e vendit. Miratimi i ligjeve ishte kundër përgjigje ndaj vendimit të gjykatës në Sarajev, e cila muajin e kaluar e dënoi presidentin pro-rus Milorad Dodik për mosbindje ndaj të dërguarit të lartë ndërkombëtar. Situata ngjalli frikën për incidente të ngjashme me ato të fillimit të luftës të vitit 1992. Sigurisht dëgjoj shqetësime për situatën e sigurisë, por le të jemi të qartë. Ky nuk është viti 1992 dhe nuk do të lejojmë të shfaqet një vakum sigurie. Komuniteti ndërkombëtar është këtu dhe i përkushtuar për të vazhduar mbështetjen tonë të fortë, duke përfshirë edhe përmes EUFOR-it dhe NATO-s. Forcat paqëruajtëse europiane në Bosnjë, të njohura si EUFOR, thanë se kanë shtuar numrin e trupave në përgjigje të tensioneve. Sekretari i përgjithshëm Rutte të martën pritet të qëndrojë për një vizitë në Kosovë, ku shërbejnë mira trupat aleancës ushtarake perëndimore në kuadër të misionit paqëruajtës.